jam për t'ju punoj në Tiranë, thjesht jam banues këtu, po fitoj ai që e meriton, që t'i japi popullit dhe të bëjmë më të mirën për popullin, për zonën tonë. Çfarë i duhet zonës? Zonës më thonë të drejtën i duhen shumë gjana. Tash dihen problemet që janë në gjithësi, jo vetëm këtu, por çdo vend. Ka duhen rrugë, duhen kanalizime, duhet ndriçimi, më fjalë ta janë gjërat kryesore, pjesa e ujit, kjo. Megjithëse jo se si kemi, po kanë nevojë për përmirësime. Tash punësimi dihet, zona jonë është çik problematike për këtë pjesën e punësimit. Se edhe ne ikim gjithë punën çdo ditë ikim në Tiranë. Hapen ndoshta hapi përparësi edhe për bujqësinë, që është element shumë kryesor për bujqësia. Gjithë ato toka rrinë bosh, nuk punohen. Më të mirë për lagjen tonë. Rrugët, kanalizimet, parkun, gjërat. Këto kërkojmë. Po, i keni kërkuar më përpara këtë gjë? Po, dhe i kemi kërkuar. Disa janë plotësuar, disa jo. Ke parasysh rrugën, këto drita, kanalizime, këto ça na ndihmojnë, tjetër ça themu s'ka.